Mirë që nuk linda në klinikë dentare. Atë nuk e di, mbase duhet pyet. Jo, për këtë jam i sigurt. Mbaj mend konceptin në 8 vjeçare, ky është shumë i mirë matematik, prandaj është shumë i zoti. Në shtëpi time televizori është një gjë e zezë e madhe që kur është djali vërdall nuk ndizet asnjëherë. Me familjen jeni në konkurrencë apo në bashkëpunim? Po ti jenë gjitur fare ti kemi gjithë klinikat rresht, gjithë do hajmë buk. Ne duhet konkurrojmë mjekët në Itali, në Francë, në Belgjik, në Gjermani, në Angli, jo të konkurrojmë njëri tjetrin. Tani duhet i bëj komplimente, tani duhet i bëj qokën. Dhe sa më e bukur të jetë diçka që më e vështirë është. Por asgjë nuk është e pamundur. Mysafiri sotëm është doktor Arnold Mboqe, i cili është dhe themeluesi i Virtus Dental Center. Me fokus në kirurgjinë dentare dhe implantologji, ai na sjell një qasje europiane ku shkenca, estetika dhe përkujdesi ndaj pacientit bashkohen në një standard më të lartë. Përshëndetje doktor, mirë se erdhe në poltron, është kënaqësi për mua të kem këtu. Nuk po hyj direkt në temë, do doja të bëja një prezantim më të gjerë rreth teje dhe doja të shtoja që ke qenë ndër të parët që ke mbështetur idenë tonë. Apo jo, që prej 2016-ës e mbaj mend dhe më ka ngelur logoja juaj e klinikës Mboqe Dental, më ka ngelur në mendje që ke qenë ndër të parët që je regjistruar në direktori dhe që aty e kam fiksuar Mboqe Dental dhe kam qenë kurioz kush je. Të njoha me kalimin e kohës dhe më bëhet qefish të kam njohur si dentist, të kam njohur si njeri dhe kam parë punën tënde ndër vite edhe nga njerëz të afërt, po them. Dhe më bëhet qefish të kam këtu sot të ndajmë bisedë të rreth dentistrisë, por do doja që të shikonim dhe Arnoldin për tej maskës. Kështu që shpresoj të jesi hapur në të gjitha drejtimet. Mirë se na erdhe. Unë mirë si u gjej, bilem se më duhet të them më në fund mirë se të gjej, sepse jo më kot të kam bështetur, unë s'kam bërë asgjë, fundit, thjesht kam pasur besim tek një njeri i cili kishte një vizion. Unë pretendoj që ti jam vetë njeri me vizion, dhe detyrimisht më bën që të ndjek dhe të supportoj gjithë njerëzit që i shikoj sa do pak si vetja ime. Kështu që këto projektet e tua janë shumë gjëra të vogla, karshi vizionit tu, unë jam i sigurt për këtë dhe unë gjithmonë tek ty jam në pritje që çfarë do nxjerrësh mbas. E kam kuptuar, po dhe mbas ti nuk e kupton, por mbështetja vjen në një formë apo në një tjetër, sepse gjithmonë kur nis diçka ke nevojë të shikosh reagimin ose të marrësh një lloj feedbacku, sidomos online. Dhe unë e kam marrë ndaj te dhe mjekët vizionar janë të pakt me sa nga eksperienca. Domethënë, ka shumë mjekë të zotë këtu në Shqipëri, ka shumë, sidomos kirurg kohët e fundit janë shtuar goxha. Mjekët me vizion që i mësojnë teknologjisë, që shikojnë 5 vite më tutje, kam parë që janë shumë të rrallë dhe do doja që të kishte më shumë, ky është dhe roli jonë në dentistri, t'ju tregojmë këtë anën tjetër, t'ju tregojmë çfarë po ndodh. Domethënë me teknologjinë, me çfarë po bën konkurrentët. Domethënë saktë çfarë do ndodhi. Ose çfarë do ndodhi, sepse ka ardhur një moment që ti e kupton shumë mirë se çfarë do ndodhi në të ardhmen, apo jo. Kështu që ka ardhur një moment që çfarë po ndodh aq shpejt se nuk e ka më ta procesosh atë, të duhet procesosh hapat e të ardhmes. Sidomos me teknologjinë. Dhe është e vërtetë dhe një mik që ka qenë në këtë podcast, kemi bërë një pyetje që sa ka ndikuar, po them, turizmi dentar në këtë aspektin e zhvillimit rrënjësor të teknologjisë. Ti si mendon, ka qenë një faktor ndikues i rëndësishëm apo ka qenë thjesht një pjesë e këtij treni, po them, një vagon? Shiko,
ndoshta klisheja do ishte ka ndikuar shumë. Unë nuk e besoj që ka ndikuar shumë, sepse që mbas rënies komunizmit, sektori i dentistrisë, pra po themi mjekësia stomatologjike, ishte i pari sektor që doli privat. Do dentistët asaj kohe, unë kujtoj Timat, thoshte gjithmonë që po të më lësh të punoj, unë zhvillohem vetë, sepse zhvillohet konkurrenti im, zhvillohem unë, zhvillohet kolegu im, do zhvillohem dhe unë. Dhe do kapitalizmi të bën që të zhvillohesh. Më kupton? Duke qenë si sektor privat i duhet të ishe në lartësinë. Okej, atëherë ka qenë konkurrenti jot ishte kolegu jot po në Shqipëri. Turizmi ishte thjesht një hallk që në gjithë të zhvillim, sepse nuk është se dentistria u zhvillua në kohën e turizmit. Për këtë më duhet ta saktësoj dhe unë jam shumë fans i këtij mendimi. Dentistria nuk erdhi me turizmin. Dentistria u përshtat me turizmin. Do të thotë që ishin këta dentistë që ishin shumë të zotë më përpara, shumë të zhvilluar teknologjikisht, që ndoshta turizmi thjesht i dha atë penelin e fundit pikturës që tani na duhet të investojmë pak më shumë, sepse edhe të ardhurat do na vinë pak më shumë. Por ajo teknologji ka qenë. Thjesht u zhvillua ose më mirë ta themi thjesht u hapën më shumë klinika dhe u pa më shumë kjo teknologjia. Pra po thuaj që turizmi erdhi na gjeti gati. Nuk na gjeti gati, ne u rritëm me turizmin. Ne po rriteshim dhe me turizmin ishte thjesht një modulator. Kupton? Ishte në ekuacion hyrë një variabël tjetër dhe ne e përshtatëm këtë ekuacion. Ne kuptoj. Nuk ishim as pa përgatitur, po nuk ishim as gati. E kuptoj dhe bën sens, po, bën sens. Maj sa di dhe unë. Përmende pak dhe pjesën e babait që është mjek. Ti e rritur literalisht brenda një klinike dentare. Pra, babai mirë që nuk linda në klinikë dentare. Atë nuk e di, mbase duhet pyet. Jo, për këtë jam i sigurt. Besoj. Atëherë babai kirurg maksilofacial dhe mami jote është një dentiste e mjekë përgjithshme. Mjekë stomatologe. Kur e kuptove, sa kohë të duhet të kuptoje që edhe ti do ishe pjesë e kësaj industrie? Pyetja që ma bëjnë të gjithë. Por unë gjithmonë e them, nuk pata një moment, një tak që unë e kuptova. Domethënë ka ardhur aq fluide, ka ardhur aq në mënyrë natyrale, sa nuk ishte një moment. Nuk është se i mat një ditë bukur më tha që shiko se duhet shkosh për dentistri. Përkundrazi, unë sot e kësaj dite i falenderoj prindërit mi se nuk ishin ata imponusit. Por kanë qenë ata propaganduesit në mënyrë fine. Në thonë za. Jo, nuk ka qenë fati përcaktuar. Unë mendoj që ata kanë bërë punën më të bukur, që duhet bëj një prind me fëmin që të arrijnë të ndikojnë, të jenë ndikues, por jo intimidues të zgjedhja e fëmijës së tyre. Si të unë, si të im vëlla. Dhe praktikisht kështu ndodhi. Ata normalisht që do propagandonin për të bërë fëmijët e tyre dentist, siç ishin ata vetë. Njëjtën gjë siç do dua dhe unë të i mbirë nesër pas nesër. Po do bësh njëjtën gjë besoj. Shiko, dëshira ime është kjo. I më shoh që ka një shprehje që thotë, shiko, djali im u zgjedh bëhet çfarë doj, ndaç kirurg oral, ndaç kardiochirurg, ndaç gjë, po të kirurg. Po nëse bëhet pianist me gjithë dëshirë. Ja, okay. Ke fusha artit jam shumë okay. Jam shumë okay. Po nëse bëhet futbollist. Edhe futbollin, edhe si dashamirës. Jo, unë jam dashamirës i sportit, i futbollit. Për mua, për të shakas, për mua mjafton që atë që ta bëj, ta zgjidhi dhe ta bëj me pasion dhe ta bëj mirë. Kjo është gjëja më e rëndësishme. Edhe pse normalisht prindit e vet do donin që unë personalisht do doja që të vazhdonte të ishte brezi i tretë i dentistëve në familjen tonë. Por dëshira ime është një gjë, se çfarë do bëj i mbir me kalimin e viteve, pastaj është një diçka tjetër. Është e vërtetë. Domethënë njëjtën gjë mendoj dhe unë për fëmijët që duhet ju mësosh një lloj aftësie, po them, dhe ti lesh të zgjedhin. Ti shikosh për shembull kur kemi qenë të vegjël, nëse ne nuk mësonin në matematik dhe ishim të zotët në pikturë, po e marr si shembull, ne na fusnin në një kurs matematike, ti nuk je i zoti aty dhe të bëhesh i zoti aty. Ndërkohë që potenciali jon, ajo fuqia jon ka qenë tek piktura dhe nëse do na fusnin tek piktura, do bëhesh akoma më i mirë, sepse aty ishte fuqia jote. Shumë e drejtë. Unë e quaj këtë kurthi i shkollës, që është një diçka për mua komplet absurde e sistemit shkollës, kur mbaj mend orën e fizkulturës duhet shkonin gjithë në fizkulturë dhe ata që nuk ishin zot u intimidonin. Po. Pastaj lindnin bullizimet dhe ne themi pse lindin pse. Ke fusha muzikës
fal për shprehjen bëhet rrumpall, pse? Sepse 2 veta donin të këndonin, 15 tjerë kishin mendje ke futbolli, për orën e fizikulturës mbas. Dhe kështu nuk vlenin as ata që ishin të mirë në orën e muzikës. Pse kur mund të ishte një zgjedhje me dëshirë që këtë fëmijët, sepse që aty fillojnë disa talente. Ti që e për fizikulturë, vazhdo për fizikulturë. Ke dëshira të gjë. Ti që e për muzikë, ai pikturës, dhe të gjithë të vlenin në atë gjë. Nuk mund të jetë peshku një kafshë pa vlefshme nëse ti e nxjerr të heci me 4 putroshat. Por aman, nëse fut 4 putroshin në ujë, ai mbytet dhe peshku është mbret aty. Domethënë secili do atë habitatin e vet, nuk mund të janë gjithë fëmijët njësoj. Sistemi jon fatkeqësisht është si fabrik fotokopimi, më shumë se sa si një fabrik prodhimi talentesh. Sepse është fotokopje, ti tenton të mbaj mend konceptin në 8 vjeçare, ky është shumë i mirë matematik, prandaj është shumë i zoti. Po. Nuk do bëheshin gjithë matematician. Dhe në kohën tonë ka qenë pjesa që dilnin të dalluar, tani nuk besoj se ekziston më, kishim një si tabel që dilnin nxënësit e dalluar dhe këta ishin sigurt matematik. Unë për shembull s'kam dalë asnjëherë aty dhe gjithmonë ka qenë një si në vlerësim në thonjë. A je ndier keq ti nga ajo gjë? Jam ndier disi se nuk kam qenë nxënës ekselent, por kam qenë i mirë. Domethënë do doja për shembull që pse jo, se shikoja atë që okay, nuk është se kjo mua më nxiste që unë të doja të dilja aty disi. Domethënë ndjeja pak atë që si në vlerësim. Domethënë shikoja po të kishte diferencime. Arti, të dalluarit e artit, të dalluarit e shkencës, të dalluarit e kësaj. Saktë. Unë kam qenë i zoti sa më të mirë do kishte. Filozofike, psikologjike. Po. Në këtë anë e di që do isha atje, por atje dilnin vetëm këta të shkencës, në kuptimin që matematika, mbase biologjia. Shikon se si e theti sa bukur, mua më dogji dëshirën për të konkuruar. Po se unë e dija që nuk konkuroja dot në matematikë, se unë e dija që jam i mirë në matematikë. Për ty ishte dorëzim që në atë moment. Ka qenë. Shko tani se çim pak ju jep edhe fëmijëve të sotëm, edhe brezave të ri. Domethënë ti dënon dashje pa dashje duke u vënë një njësi matse. Dhe ajo njësia matse është arbitrare, është totalisht arbitrare. E drejtë. E njëjta gjë po vazhdon. Fatkeqësisht nuk e kemi kuptuar akoma këtë. Unë kur bisedoj me bashkëshorten time për fëmijët, i them që nëse do shkoj në gjimnas, po them ose në shkollë apo edhe në universitet, do jetë për çështje shoqërore, për socializim. Më shumë se sa për më shumë për çfarë do jetë shkolla, të paktën gjimnazi, sepse nuk besoj se ajo që do marr atje, ajo që do marr me vete si çantë, kur të dal nga gjimnazi do jetë diçka që do i vlej për jetën. Qoftë edhe universiteti e kemi parë që shumë e kam mbaruar dhe vetë master shkencor, kam diplomim tjetër në graphic design, 3-4 diploma dhe si thua sërish unë ndoqa rrugën time. Më hyn në punë këto njohuri, por nuk janë ajo që unë bëj, sërish. Pra dua të them që më ka hyrë në punë socializimi në shkollë me shoqërinë, njohje dhe zhvillimin tim, por jo nga ana profesionale. Po. Me që jemi tek shkolla, ti ke mbaruar Universitetin Katolik këtu. Tek Zoja Këshillit Mirë. Pastaj Tor Vergata në Rom. Pastaj bëra një master me program të ngjeshur për ortonjatodonci në Tor Vergata Rom. Pastaj në Shqipëri, në Belgjik. U licencova detyrimisht në Itali, mbas shkollës, konvertova licencën në Shqipëri, pastaj mbarova edhe kirurgjinë orale në Shqipëri. Dhe pastaj, ndërkohë që bëja kirurgjinë orale në Shqipëri, nisa të shkoja në Belgjik çdo 2-3 muaj për të kuptuar një herë se si funksiononte. Ashtu lindën disa momente në një formë bashkëpunimi që pata unë atje dhe më kuriozoi dhe thash pse jo. Nuk doja ta bëja atë hapin e nxituar dhe shkova testova për 2 vjet. Ndërtova një database të vogël pacientësh në një klinikë të vogël dhe testova dhe më pas u shkëputa. Por shkëputja ime nuk ndodhi 100% e plot, pasi unë çdo muaj vija në Shqipëri. Një kemp në Belgjik, një kemp në Tiranë. Praktikisht sparkat. Tani si e shikon më shumë, domethënë këtë e shikon më shumë je fokusuar totalisht këtu në Tiranë apo sërish le vend për Shiko, unë nuk ktheva, edhe pse unë ndjeva jashtëzakonisht shumë mirë në Belgjik, të them drejtën. Më pëlqente mentaliteti, sidomos mentaliteti punës. Për hir të vërtetës, puna e dentistit
po e marr atje është shumë herë më e lehtë. Duke qenë se edhe sasia e dentistëve është shumë e vogël krahasim me popullatën që është atje, puna të bëhet më e lehtë. Sepse nuk ke atë kërkesë llogarie që është këtu. Për shtetasit evropian mjeku është zoti, kur ata shkojnë tek mjeku. Po më fal, pse ka më pak dentist? Sepse për ata është bërë, dhe kjo jo vetëm për në fushën e dentistrisë, mjekësisë, inxhinierisë, arkitekturës e gjitha. Thjesht janë rritur me idenë europianët e rinj, po themi, vitet ditëlindja 80 e mbas, janë rritur me idenë që nuk kam pse lodhen dhe aq shumë për të pasur punë, për të pasur para, për të jetuar. Ka një mentalitet që kjo më pëlqen, që duan të jetojnë të lumtur dhe jo të pasur. Kjo është diçka për të marrë shembull, por personalisht mua nuk pëlqen fakti që s'duhet të lodhem për asnjë gjë. Tu nuk jam dakord. Domethënë më pëlqen grinta, më pëlqen në çdo lloj profesioni. Ata kanë hequr dorë nga shumë ndë shumë këto. Plus që është dhe pjesa që unë e quaj e llastimit, që edhe pse duke ditur që nëse sot nuk po e merr pasurinë nga babai vet që ka aq breza me prona, e më the të thash, do ta marrë një ditë. Që është bërë edhe kjo pak problem, por nuk duan të lodhen. Po këtu në Shqipëri si e shikon këtë pjesë? Për shembull, unë këtu kam parë që ka shumë, të paktën kirurg, mund të ketë. Dhe jo vetëm kirurg, në kirurgjinë e mësuam në turizmi dentar. Të e di, por jo vetëm kirurg. Këtu para kirurgjisë patën specializime, unë njoh endodont shumë të mirë, që bëjnë realisht diferencën. Unë njoh ortodont shumë të mirë në Shqipëri, që realisht bëjnë diferencën. Ashtu siç njoh edhe implantolog dhe kirurg oral dhe maksilofacial shumë të mirë që bëjnë diferencën. Unë një gjë dhe e them gjithmonë, e them me kolegë, e them edhe me pacientët e mi. Kush jeton jashtë në diasporë, shqiptar që jeton jashtë e din diferencën mes mjekëve këtu dhe mjekëve atje. Nuk është se bëjnë mrekulli ata. Absolutisht jo. Unë e pash vetë në kurizin tim në Belgjik. Fakti që ti je i lumtur, nuk të bën i lumtur në punë dhe i qetë. Të lënë një comfort zone dhe nuk të kërkon të zhvillohesh edhe aq shumë. Faktin që pacienti jot pranon çdo gjë dhe nuk të vë pak në siklet të të kërkojë të bëhet kërkues, ti mendon se çdo gjë po e bën mirë. E kupton? Por ky është ai momenti ku vdes ambicia, në momentin që ti pikërisht bie në atë comfort zone-ën tënde thua tani un jam i arrir. Nuk bëjnë mrekulli mjekët atje. Përkundrazi, e kanë shumë më të lehtë. Këtu unë e them gjithmonë që këtu një mjek me eksperiencë 10 vjeçare është me eksperiencën e 30 viteve në një vend të Europës, sepse ritmi i punës, vështirësitë e punës teknike, do të thotë pacient me shumë problematika, që nuk i shikon dot jashtë shtetit. Pacient me kërkesa, ndoshta edhe shpesh herë dhe çuditshme, po pikërisht edhe këto çuditshme ty të pjekin. Dhe janë pikërisht ato që neve mjekëve shqiptar na bëjnë shumë të zot. Por poshtë asaj konkurrencës që ne prodhojmë shumë mjek për banorë që jemi, megjithatë dhe kjo i bën një të mirë konkurrencës. Sepse zhvillohet. Konkurrenca e egër do nxjerrë individ më të shquar, më të pikasur. Në atë që fole ka pa diçka. Endodontia. Mund ta kapin ata ritmin e turizmit dentar. Tani në gjuhën popullore janë mjekët që merren me mbushje. Me gradat e treta, siç thotë populli, domethënë me devitalizimet e tjera. Munden ata ta kapin ritmin e shpejt të dentistrisë momentalisht, sidomos në turizm. Patjetër dhe e ka kapur. Në shumë klinika që merren me turizëm, ka endodont shumë të mirë, që duhet bëj një punë perfekte, sepse është ajo puna që nuk vihet shumë në dukje. Po e kuptoj, po do ishte e mundur që ai vetë ndërtonte klinikën e tij dhe të implementonte, po them, turizmin dentar në. Po pse jo? Po për shkak të kohës, po them një faktor. Shiko, çfarë bëri Steve Jobsi? Steve Jobsi personalisht nuk dinte të bënte asgjë nga ato. Por Steve Jobsi dinte të bënte vetëm një gjë. Kishte ide të mira. Dhe të gjente njerëzit e duhur dhe të delegonte punët. Ta thoshte idenë e vet, të dinte të motivonte stafin e vet dhe të gjente njerëzit e duhur që t'i vinin në jetë ato gjëra. Një endodont i mirë, nëse do të bëhet një lider i mirë, ai mund të jetë specialisti
i asaj i atij drejtimi në dentistri. Por nuk është se thjesht endodoncia do bëj turizmin, sepse po flasim për trajtime multidisciplinare, por e njëjta gjë vlen edhe për kirurgun. Edhe një kirurg, por nuk pati mbështetjen e mjekëve shumë të zot, protetistëve shumë të zot, endodontëve shumë të zot, atëherë nuk bëhet turizm, as turizëm as i klinike thjesht dentare. Më kupton? E kuptoj, por ai duhet të jetë gjithmonë në bashkëpunim me një kirurg, sepse të flasim hapur, nuk besoj se dikush do vinte nga Italia apo nga Belgjika për të bërë disa mbushje, po them, ose për të bërë... Po flasim për një person udhëheqës. Personi udhëheqës i asaj klinike mund të jetë dhe një higjienist shumë i zoti, që ka vendosur të bëjë një biznes dhe mënyra se si e marketon me ato emrat e personazheve që ka në klinik dhe mund të ma marri punën nesër mua në mënyrë shumë spektakolare. Më kupton, ti e di shumë mirë fuqinë e marketingut. Marketingu është ajo që ky Arnoldi me këtë CV e tjera, po nuk shkoi ke ai pacienti, atëherë është zero. Ashtu siç ai arbri nesër pas nesër, po diti që ti reklamoj pak nga pak ata të stafit vet, e mbledh jam merr vëmendjen atij. Dhe iku puna ime. Puna jote nuk ikën, por po shkojmë atje ku nisi. Virtus në 2024, para 2024, po, në prill 2024. Atëherë pse pikërisht kjo kohë dhe çfarë bëri klik, po them që të kaloje nga një mjek në themelues të një klinike? Unë kisha kohë që mendoja hapjen e një klinike të tillë, edhe parasetike në Belgjik, sepse koncepti i industrisë në turizëm dentar është ndryshe nga koncepti i industrisë në një klinik dentare që funksionon për shqiptarët. Pse e them këto? Jo për kualitetin edhe për këtë. E them këtë sepse ti je pacienti im këtu në Shqipëri. Unë ty të lej një takim mbas një muaj, të lej një takim mbas 2 javësh, dhe më punoj në mënyrë shumë slow. Punoj në mënyrë më të qetë, më të kujdesshme etj. Dhe stafin që unë mund të ta implementoj ty, e bëj në mënyrë më organike, më fluide. Kurse turizmi ka një sistem komplet tjetër. Në turizëm, unë duhet të përllogaris në momentin që më vjen pacienti, që si do i delegohet puna atij gjatë kësaj jave nga momenti i parë, kur do vi, do marrë analizat e gjakut, ti dërgohet laboratorit, do bëj ekon ke kardiologu, do hy në kirurgji, do vi mjeku reanimator, pastaj do bëhet protetizimi, më kupton? Hy në loj disa mjek që duhet të jenë gati aty në ato orare që duhen, që shpesh janë modelueshme për atë pacient deri në fund të javës. Dhe këta mjet nuk mund të kenë interferime të tjera, pasi e parë njerë bën çorap oraret me pacientët e turizmit, e dyta humbet efikasiteti i mjekëve. Nuk mund ta ngarkosh atë mjekun me gjëra shumë të vogla, kur unë e dua që ai mjek të dedikohet tek faza e protetikës mbas implanteve dhe duhet merret me kujdes. Sepse është ajo që mund të t'i hedhë gjithë implantët në tokë. Më kupton? Është organizimi është komplet ndryshe. Është i sfidë, është shumë sfiduese dhe nga kjo më lindi ajo dëshira për ta bërë. Momenti shpeshherë më thonin që është momenti më i gabuar. Se unë isha në Belgjik. Megjithatë ishte një nga ato. Momenti jot më i gabuar për të hapur atë. Megjithatë ashtu më erdhën gjërat. Ashtu bëra me ortakët e mi që më ndihmuam njëri tjetrin për me anë të specialiteteve që kishte secili që të hape një biznes i tillë. Mua shumë më erdhi. Domethënë jam natyrë që kur më vjen ai momenti, erdhi momenti dhe isha i përgatitur që ta bëja një biznes, e kisha bërë biznes planin tim, idetë e mia i kisha hedhur në letër etj dhe thjesht erdhi momenti. Mund të ishte momenti i gabuar, nuk do e kisha ditur kur po mos ta bëja. Por një gjë do e dija që nëse s'do ta bëja, do isha penduar gjithë jetën. Dhe do isha shumë vonë me idetë e mia më mbas. Kështu që po të më pyesësh mua, gjithmonë është momenti i dur. Dhe momenti më i dur është nëse ti gabon, dhe ajo do të vlesë eksperiencë me kalimin e kohës. Për pjesën e kohës, doja të shtoja diçka, është një shprehje. Koha më e mirë për të mbjedhur një pemë ishte para 100 vitesh. Koha më e mirë tjetër është tani. Tani, po. Kështu që doja të vija pak te kjo pjesa më prekse, po them, e episodit. Pas gjithë kirurgjive dhe implanteve,
a e sheh ose a është prindërimi sfida më e madhe deri më tani? Sfida më e bukur, do të thoja. Shiko, është sfidë e madhe, është përgjegjësi e madhe, por është shumë e bukur. Dhe çdo gjë e bukur është merr kuptim. Thuhet që kur bëhesh prind ndryshon edhe mënyrën si e sheh jetë. Pra, ka ndryshuar diçka në mënyrën si ju punoni apo trajtoni pacientët që kur jeni bërë baba? Shiko, ma kanë thënë dhe më përpara këtë, unë personalisht tek vetja ime nuk është se kam ndryshuar qasjen me pacientin. Domethënë nuk është se jam bërë më i dhëmshur apo më pak i dhëmshur. Mendoj që siç kam qenë, megjithëse për këtë duhet të vlerësojnë të tjerët më mirë. Mendoj që siç kam qenë jam. Një gjë, një ndryshim arbër që kam vënë re ke vetja është që jam bërë pak më smart në punë. Që do të thotë në kuptimin që unë kam punuar fort, kam punuar shumë fort, që kur isha student ikja te klinika dhe punoja dhe orare të zgjatura nga mania edhe për të ndihmuar prindrit e mi, por edhe mania për të rritur shumë shpejt sa më shpejt ishte e mundur. Tani po punoj smart, po punoj pak më zgjuar, që do të thotë që kam mësuar dhe të delegoj shumë, jam bërë një delegues i Zoti, mendoj unë, dhe jam bërë një menaxhues më i mirë i kohës. Sepse dëshira për të gjetur kohë, për të ndëjtur me timbir dhe në familje, më ka bërë që jo t'i anashkaloj punët, por përkundrazi t'i mbyll punët, por t'i mbyll dhe t'i sistemoj oraret dhe kohën dhe të gjej ato momentet e dura dhe u gjeka. Të kuptova me veten time që në fakt u gjeka, pa komprometuar punën. Dhe ndoshta bëhet edhe punë më e mirë. Sepse është më efikas. Të njëjtin gjë, po përpiqem dhe unë si të thuash, atë kohë që kaloj me fëmijët, duhet të jetë quality time, pra siç e quajnë që kalon dhe bën diçka reale, jo thjesht që unë jam aty ekzistoj. Domethënë duhesh të jem totalisht i përfshirë në atë, por që gjithmonë do jetë kjo ndjenja e prindrit që apo bëj mjaftueshëm. Gjithmonë është kjo që edhe pse ti po kalon kohë, sërish ne duhet të menaxhojmë midis punës dhe nuk është vetëm pjesa e që ti t'jesh prezent, është dhe pjesa e edukimit, është dhe pjesa e shembullit që ti i jep, sepse ai duhet të shohë, për shembull në rastin tënd ti ke një çun. Dhe ai të sheh si shembull. Dhe jam i sigurt që dhe vajzat shohin mamin e tyre si shembull. Dhe duhet ta japim këtë shembull, ata duhet ta shikojnë dhe a mjafton ajo koha që kalojmë për këtë, sepse kjo është një pyetje që po shumë e drejtë, është dilemë që do ngelet gjithmonë. Unë e mendoj kështu. Koha nuk ka të bëjë shumë rreth sasisë se sa rreth cilësisë. Që do të thotë, mund të rish dhe 5 orë një ditë të diel ti me fëmijët e tu, por a je i çlodhur për të ndenjur dhe për të qenë, siç e the dhe vet, kualitativ, për të pasur nerva ta edukosh vajzat e tua, për të ndenjur dhe për të bërë një bisedë normale me ta, apo për të ndenjur ke televizori për të pa ndeshjen dhe po të keqen babi, ja pastaj kur çohet babi etj etj. Domethënë, nëse ajo kohë quhet kohë prindërimi, për mua jo. Unë do doja më mirë të isha më pak dhe t'i tregoj dhe djalit tim që unë bëj diçka, unë punoj për familjen, për të ardhmen fundja, për të ardhmen tënde punoj, por në të njëjtën kohë edhe të kem kohë. Dhe jo të shohi vetëm një gjysmë në ditë, por gjej kohën dhe siç po mundohem të gjej kohën, por më e rëndësishme për mua është atë kohë që unë jam me të, ta kem nxerruar punën në kokë, ti kem nxerruar hallet e tjera, streset e ditës në kokë dhe të jem vetëm për të. Dhe të kem nerva, fuqi dhe dëshirë për ta dashur fundja, për ta rritur. Është diçka një kërkim shkencor që kanë bërë për pjesën e ekraneve, pra telefonave, televizorit, dhe thuaj që sa më shpejt ta ekspozosh ndaj ekraneve, më shumë humbet nga një lëndë e bardhë që quaj myelin. Nuk e di nëse e ke lexuar librin Chelsea, Kodi i talentit, Chelsea talentit, diçka e tillë, ka kohë që e kam lexuar, dhe ishte pikërisht myelina që për shembull në Brazil pse shumica bëhen futbollistë, sepse ishin kushtet atmosferike që e bënin që të zhvillojë kjo lloj gjë, dhe ata nuk është se preknin telefon me dorë, ata ju hidhnin topin dhe si thua dielli, nuk e di, ju influenconte komplet çdo gjë që
që ndodhte aty dhe kishte një shprehje të talentit më të madhe në futboll. Me sa pash këtu ka filluar që të zbehet shumë kjo pjesa e talentit. Prandaj dhe mbase nuk po dalin më aq shumë. Domethënë janë bërë më të rrallë ata që janë vërtet talent në atë që bëjnë. Mund të ketë njerëz të disiplinuar, por talentet me shumë mundësi po zbehen ose zhduken në thonjza për shkak të ekraneve dhe Shiko, e the shumë bukur me këtë shembullin e Brazilit. Unë jam darwinian si natyrë dhe Darwini thotë i gjë të bukur, e studion një gjallës, studion në habitatin ku jeton. Nuk mund ta studiosh të izoluar atë gjallës, duhet ta studiosh në habitatin, aty ku ai jeton, ku rritet, ku ha, ku ushqehet e të tjera. Kështu që ato shtresa e mielinizimit që i bëhet neuronit është shumë e drejtë ajo që thua ti. Ai neuron përveç shtresës të mielinizimit ka nevojë të bëjë networkun me neuronet e tjera. Kur ti nuk ja ofron këtë network, çfarë do bëhet do të kurret. Si çdo pjesë në organizëm do atrofizohet, do mblidhet. E njëjta gjë ndodh dhe me substancën e mielinës në aksonin e gjatë të nervit. Fillon edhe të kurret, nuk është më ajo. Mirë po, ajo mielina bën atë tejqimin e impulsit elektrik. Dhe një mielin më dobësuar nuk shkon më shpejt. Pra çfarë do të thotë kjo në impaktin në tru të një fëmijë më pak i zhvilluar. Autizmin e lidhen me ekranet. po. Një ndër arsyet, hipotezat e tjera, mos i hym kësaj debati Ju si i keni punët me ekranet, sepse në shtëpinë time televizori është një gjë e zezë e madhe që kur është djali vërdall nuk ndizet asnjëherë, nuk ndizet kurrë dhe kemi një objektiv me ti me shoqe që deri në moshën 2 vjeç të paktën nuk do shohë televizor. Kurse ne si prindër kemi vënë një qëllim vetes që kur morëm vesh që prisnim fëmijë që në momentin kur ai të jetë aty nuk do të hapi telefonin. Unë jam ai që ndonjëherë thyej për emergjenca pune e të tjera, po të paktën mundohem bëj një gjë të mirë që shkoj, marr telefonin dhe mbyllem banjo. e bën shumë mirë. Sepse s'duhet të më shikoj mua me telefon në dorë dhe ai të më shikoj, të tentoj të kapi shikimin tim, komunikimin tim dhe babi mos ta ketë mendjen sepse nuk po i dedikohet atij se ka një pajisje kaq që po futet ka ajo bota aty. Kjo për mua është gabim më i madh. Mund ta perceptoj që është më e rëndësishme ajo që po bën se vetë fëmia. Ajo gjëja është më e rëndësishmja për prindrit e mi, kështu që detyrimisht ai do ndihet i nëpërkëmbur, i lënë mbas dore sepse thotë që shiko, okay, kjo që ka ajo gjëja që prindvet mi ju merr ka mendjen. I regjistrohet në subkonsciencë. Dhe është mosha që regjistron në subkonsciencë tani. E di deri në 7 vjeç besoj është ky truri sfungjerë, që quhet që thith. Truri sfungjerë gjithmonë, por tani ndërtohet subkonscienca e fëmijës. Deri në moshën 3-4 vjeç është ndërtimi i të pandërgjeshmes brenda teje. Po, e kuptoj. Në psikologji ti si fans e di mirë dhe deri në 7 vjeç e kam parë që pastaj zhvillohet, po mos është, domethënë, ai që ti e bër deri në 7 vjeç, ai ke për të qenë gjithë jetën nëse ti nuk hyn kësaj rrugës të veç zhvillimit që thonë që ndryshon veten me mënyra nga më të ndryshme. Unë për pjesën e ekraneve, unë e shkoj pak të pamundur që ata të mos ekspozohen disi, sepse do i shikojnë diku tjetër. Edhe ka një estetik me dy presa. Pse? Sepse atë që ti ndalon, atë do kërkoj. Do ta doj më shumë. Si ato karamelet që hanim ne të fshehura nëpër dollape që na i fshinjnin prindrit dhe ne atje na rrin mendje. Edhe ti ja u ndalon, por ai do thotë unë do ta bëj fshehura si. Me sa kuptoj unë. Unë duhet t'ja ndaloj deri në moshën 2 vjeç. Po, e kuptoj, edhe unë çfarë po bëj, se unë e kam 3 vjeç. Unë i vendos nga këto animacionet e vitra, të viteve 90, sepse ndrimet e imazheve më të ngadalta. Është kjo attention span që quhet, që shumë fëmijë po vuajnë nga kjo dhe çfarë ndodh, nuk mund të shikojnë një film apo një teatr apo një diçka nga fillimi në fund. Nuk e kanë gjithmonë ngrihen bën diçka. Dhe unë kujdesem vetëm për këtë gjë, që vajza ime të shikoj një prall nga fillimi në fund, të shikoj një dokumentar, të shikoj një film dhe deri më tani qëndron, sepse këto animacionet me ndrim të shpejt të planit dhe me ngjyra të forta dhe me muzikë shumë të kaotike, këto e bëjnë atë boostet e dopaminës. Po. Edhe ja japin direkt dopaminën, sepse në rastin e një filmi ke prezantim me aktorët,
më pas ndodh diçka, më pas ke një skenë kulminante, më pas Siç është vazhdon jeta. bie, po. Me ulje dhe me ngrita, në mënyrë më slow, jo aq dinamike. Po dhe është kur e merr direkt është dhe siç bëjmë ne nga rrjetet sociale, e marrim direkt atë gjën kryesore, sepse ne merrem me marketing. Ke 5 sekonda kohë ta impresionosh dikë 3 mbase. 3 për hukun. 3 për huk, po. Edhe nëse ti nuk e bën, ti detyrohesh ta bësh. Edhe e njëjta gjë është, domethënë na ka ikur kjo attention span dhe është shumë e rëndësishme. Sidomos me pjesën e librave. Unë mundohem shumë që edhe prallat, po them të jenë të shkruara, të lexuara. Me figura dhe me shkrim që të krijohet ideja e librit, të jetë qetësi. Arbër kemi sfidë gjatë para. Po jetojmë periudhën e AI-t ku futet i gjithë libri upload, i bën një summarize, ta nxjerr për 5 sekonda. Kemi hyrë dhe ne ke ajo generation gap që do na ndodhi me kalimin e kohës. Që sado themi që okay, do jemi shumë të afërt e tjera, po edhe ne do ta ndjejmë atë që kanë ndjer prindët tan me ne. Atë gapin e gjeneratave. Kështu e mendoj që pashmangshme. Fëmijët tan mund të kenë siç prindërit tan kishin telefona që shikoj pak se nuk marr vesh nga kjo gjë. Po. Ne do kemi, ata mund të kenë një hologram në diçka dhe ne nuk do dim ta përdorim hologramin. Kur e mendon është frikshme. Ose ndonjë chip, një Google. Do kenë ndonjë gjë, me patjetër do kenë ndonjë gjë që ne një lente Google ndoshta që ti implementon dhe bën ato lëvizje si ose mund të ndodhin podcastet që ti mund të ishe te Virtus dhe ndërkohë edhe këtu. Imagjino. Edhe kjo. Dr. Plastic, ju kemi parë në emisionin Dr. Plastic. Atëherë realizuat një ndërhyrje lip repositioning. A patët mundësi të shikni të reagimin e familjarëve dhe miqve të pacientit pasi bërë ndryshimin. More një feedback? Po, Dr. Plastic është emisioni i famshëm që merret me kirurgjinë plastike dhe që unë e falenderoj Elden, sepse ajo pa diçka të bukur te kjo kirurgjia që bëj unë, që mund ta implementonte në emisionin e vet. Pasi zakonisht aty flitet për kirurgji plastike, estetike etj. Me gjithë dëshirë dhe pacientit në thonjza, ishte pacienti perfekt. Ishte pacienti perfekt sepse Soni kishte një trajtim multidisiplinar, nuk është se thjesht do bëja buzën dhe do shikonim rezultatet e buzës, por ai ishte shndrim totalisht. Domethënë është një nga ato raste që mua më pëlqen ta marr nga fillimi dhe deri në fund. Fatmirësisht ne kemi shumë fat kur pacienti është i mirëkuptueshëm dhe është i bindur domethënë në këshillat që ti jep gjatë terapisë dhe është pacient nga ata pacient që ta lë ty në dorë. Domethënë unë jam me një parim, çdo mjek do të bëj më të mirën. Nuk kam mjek për mua që nuk do ta bëj më të mirën ke një pacient. Po. Shpeshherë pacientët duan të ta lënë të bësh më të mirën, por në të njëjtin moment të tregojnë. Unë jam pro bashkëbisedimit me pacientin, që ti të flasësh se si do përfundoj rasti, cila është më e mira për të etj, por nëse ti i thua mjekut që shikoj se unë dua dhëmbët si ai atje, aty e ke prish muhabetin. Po. Soni nuk ishte nga këta. Soni ishte nga ata që ti e sqaroje, bindet dakord, dhe thotë okay, unë e di që ti do bësh më të mirën dhe bëja. Dhe realisht puna me Soni ka qenë kur themi vaj nga fillimi pati një transformim shumë të madh, domethënë. Edhe unë e vura re, kam ndjekur dhe kam parë dhe atë foton para pas që hidhet gjithmonë dhe ishte vërtet një transformim. Impakti më i madh është ai momenti ku ti shikon ke sytë e pacientit. Domethënë unë e them gjithmonë, ja them dhe mjekëve të mi, është ajo qeshja ke syr. Po supa ajo qeshja ke syri, kur qeshin syt, domethënë që aty mund të ketë pëlqyer, po aq. Si ajo bluza që ti e blen e bukur, po kur shefat bluzën që ty të pëlqen shumë, bëjnë syt xixa. E njëjta gjë është dhe kjo. Dhe unë kur shikoj domethënë fotot e Sonit mbas, që ka një shndritshmëri ke syt, aty më bëhet zemra mal. Dhe ndryshimi më i madh është në atë impaktin, është në atë konfidencën që ai tashmë ka. Dhe mos harrojmë që ai është një personazh, është një djalë fantastik që shumë i qeshur, shumë energjik, shumë solar si natyrë, dhe i them këtë i thoja edhe shpesh të bëja shaka që ti ti me dhëmbët që kishe dhe me ato problemet që kishe,
Domethënë ti ishe konfident gjatë dhe vetëm qeshje gjithë ditën. E kam vënë. Imagjino me ishte këto. pacient karizmatik, domethënë ishte Shumë karakter. Është nga ata që edhe ne na shkon puna në mënyrën më të mirë të mundshme, sepse të ecën me batuta, të ecën me një energji pozitive që të ndjek nga fillimi deri në fund. Familjarët e Sonit nuk i kam njohur, Me siguri kanë reaguar domethënë. nuk e di të them drejtën, në mos gaboj jetojnë në Itali, por nuk mund të flas me siguri për këtë. Por mund të na flasësh për lip repositioning sikur do ja shpjegoje dikujt pa terminologjinë e dentistit. Pra sikur do ja shpjegoje miqve të tu, doktor na i thuaj çfarë bën. Nga i mat mësova një indicje që më dha. Shpjegoja pacientit me shembuj konkret se ashtu ta kuptoj më mirë. Mos bëj shkencë ke pacienti. Ti mund di shumë, po trof që di shumë, po nuk ja përcolle pacientit. Dhe ma thoshe shpjegoja me mish, domate, patate, në mënyrën më të thjeshtë që ta perceptoj. Dhe unë ja vodha këtë, mendoj që ja vodha dhe kështu që unë do ta them si që ja thash një paciente, shumë banale, mirë po që ma kuptoj. I thash që ke parasysh është ajo dera me qepenën e madhe, unë thjesht do të pres një shirit nga brenda, që ti kur të hapësh qepenën, mos hapet deri në fund, po të ngjecin gjysmë. Dhe pas që në atë moment tha, po, okay. Shumë i qartë, e kuptova. Mjafton dhe është e bukur. Kurse në gjuhë pak më të ndërlikuar, le të themi, po prap jo shkencore. Gami smile, apo është po gami smile që varet nga një faktor arsye sepse ka ndodhur kjo. Dhe kur disa arsye përmbushin kriteret e lip repositioning, atëherë zgjidhet kirurgjia e buzës që hiqet një pjesë e mukozës gojës, hiqen muskujt në mënyrë që kur qepet më poshtë, muskujt zënë në vendin e ri. Kjo është po je ndër të rrallët në Shqipëri që e bën këtë apo me sa ky është një diskutim që mua ma nxiti një pacienti ime italiane që kishte bërë research për shumë kohë, kishte bërë lip repositioning para shumë vitesh në Itali dhe më tha që nga s'kam kërkuar edhe në Itali kishte pas të vështirë, janë paka shumë të pak mjekët që janë kirurgët që janë futur kësaj teknike. Në Shqipëri më tha ti je i vetmi. Më vonë them drejtën, mora vesh që edhe një kirurg tjetër e kishte bërë këtë kirurgji këtu në Shqipëri. Okej, jo me këtë teknikën me miotomisë, domethënë modifikimit të muskujve, le të themi në teknikën bazike që ka qenë më përpara, po të shënë si ka. Shiko, mjekësia nuk i përket Arnoldit, Arbrit apo atij tjetrit. Mjekësia i përket të gjithëve. Kupton? Do të thotë, për mua mburri është, në qoftë se unë do jem aq i Zoti sa këtë kirurgji që unë zbulova rastësisht në për kërkime kur isha specializant kirurgjie dhe shumë kirurgji e bukur, unë nxita, më erdhi si kështu, do ta mësoj. Autodidakt do ta mësoj. Të njëjtën gjë, siç unë zbulova, kam qejf që edhe të tjerët ta aplikojnë, kupton? Sepse mua do më bëjnë nder dhe ata të tjerë që do ta bëjnë, sepse unë do bëhem më kërkues akoma, do më bëj ta zhvilloj më shumë të kirurgjisë, sepse si çdo kirurgji tjetër ka ato kleçkat e veta, ka ato riskun për recidiva, ka ato simetria dhe asimetria, se një buzë simetrie, domethënë ka shumë kleçka që duhet zhvilluar akoma, se është kirurgjia e re në gjithë botën. Dhe të paktën atyre që kanë qenë si pionerët e kësaj kirurgjie në botë apo në Shqipëri që do jenë, kanë dhe për detyrë ta zhvillojnë këtë teknologji, këtë teknikë kirurgjikale më shumë. Kështu që në këtë rast unë me vërtet tentova ta bëj, po tani kam një përgjegjësi që më duhet ta zhvilloj dhe më duhet ta çoj më tutje. Ne kuptoj shumë mirë. Por do kaloja pak se përmendet pjesën e bashkëpunimit. Me familjen jeni në konkurrencë apo në bashkëpunim? Qofse do ta kishte hapur ngjitur aty. Shiko, i mat ka qenë gjithmonë ai që thoshte që edhe miqtë e mi, kolegët e mi, po të jenë ngjitur fare ti kemi gjithë klinikat rresht, gjithë do hajmë bukë dhe gjithë do i bëjmë der njëri tjetrit. Domethënë nuk është ajo që jemi në luftë me njëri tjetrin. Përkundrazi, i bëjmë der njëri tjetrit. Por konkurenca ekziston, sidoqoftë. Konkurenca ekziston, po ne duhet të kuptojmë këtë gjë. Konkurenca zhvillon, nuk pengon. Është e kundërta. Jo të gjithë e kuptojnë këtë, por fatkeqësisht nuk e kuptojnë këtë, por ne duhet ta kuptojnë.
isha kur jetoja në Belgjik, isha në Antwerp, dhe kush ka qenë në Antwerp, shikon që është i bulevard i madh dhe janë të gjithë argjendarit dhe të gjitha argjendarit i kanë izraelitët. Është komuniteti më i fortë në Antwerp dhe më bëri përshtypje një diçka dhe ata kishin një mentalitet që e ftonin kushëririn, shokun, vllajin të njohurin apo thjesht faktin që ai ishte një izraelit tjetër, e ftonin aty që të hapnin biznesin ngjitur aty. Dhe çfarë bën ata me këtë? Ata bën që komplet e bën monopol. Pjesën e argjendarisë dhe diamanteve, ata e bën monopol të tyrin. Në të njëjtin bulevard, që ai kur kalonte nga ty ke unë, mos të diskutonte a do blej, po të diskutonte ku do blej. Shiko se çfarë mentaliteti është. E kupton drejt që domethënë fakti që ata ishin gjithë aty dhe ja bënin mendjen top lavashtruar që ai do e blinte i diamant. Pastaj sot ke unë, nesër ke ti, gjithë do hanin bukë. Kupton? Ke Harley Street në mos gaboj që është në Londër. Është rruga e famshme që janë gjithë më të famshmit e dentistrisë edhe të mjekësisë. Ka një arsye pse janë grumbulluar gjithë në një rrugë. Ti janë gjithë aty. Dhe jo një atje një këtu. Domethënë konkurrencën edhe në Rom, po. Lumsi firmat e mëdha tek Piazza di Spagna në mos gaboj në Via del Corso. Afër Piazza di Spagnas që janë po. Që është rruga po. Via del Corso është e gjata dhe pastaj gjitha rrugicat që janë. Domethënë ka një arsye. Po. Pse nuk ikën Fendi të shesi diku tjetër? Po jo, sepse do shesi aty. E kupton? Domethënë lumsi ata që e them gjithmonë që do kuptojnë që konkurenca bën der, nuk bën keq. I zhvillon si gjithë. Si thash sërish, do doja që shumica ta kuptonin dhe ta shihnin siç e sheh ti, por e vërteta është që nuk e shohin kështu. E vërteta jo, dhe është i realitet që konkurrencë. Është i realitet që unë fatkeqësisht e diskutoj shpesh edhe me kolegë tjerë që kanë klinika turizmi, po kalojmë ke turizmi. Domethënë një absurditet që unë shikoj sot e kësaj dite dhe realisht nuk e konceptoj dot. Mbas pandemisë 2020 e tutje, çdo gjë u rrit. Inflacioni, çdo gjë, çmimet, nafta, ushqimet, transporti, çdo lloj gjë u rrit. Çmimet dentare ulën. Sidomos në turizëm dentar. Pse? Pyetje e bukur, pse? Sepse filluan duke parë konkurrencën si që unë të ul çmime shumë, po harrojmë një diçka që këtë duhet ta kuptojnë dhe pacientët. Ajo ulja drastike të çmimit ka një kurth brenda, ka një kleçk, që do të thotë e vetmja gjë ku ti do komprometosh është cilësia. Sepse stafi ti po rrit rrogat. Kostot, taksat, tatimet edhe gjitha ty po të rriten dhe ndërkohë ti ul çmimet. Domethënë ky është një absurd që edhe ekonomisti më i zoti nuk e kupton dot. Kështu që ai variabli i ekuacionit është pikërisht kualiteti. Do të ulësh kualitetin. Dhe unë këtë diskutoj gjithmonë me kolegët e turizmit. Ore, ne po bëjmë një gabim shumë të madh sepse ne po konkurrojmë njëri tjetrin. Kur në fakt ne synimi jon është ne duhet konkurrojmë mjekët në Itali, në Francë, në Belgjik, në Gjermani, në Angli, jo të konkurrojmë njëri tjetrin. Ne duhet mbajmë atë standardin ku ishim dhe me atë cilësi që ishim, mos kompromitojmë cilësinë sepse nesër do na bie bumerang kokës pastaj sepse cilësia aty o të nxjerr faqe bardh, o të nxjin fare. Dhe më mirë na dali faqe bardh, po duke mbajt atë standard të gjithë, sepse ne tashmë bashk po konkurrojmë mjekët atje. Dhe s'kemi pse grihemi me njëri tjetrin duke konkurruar njëri tjetrin. Shpresoj ta kuptojmë këtë gjë. Po, siç e di, kam ardhur shpesh me ide tek ty dhe mjekët të tjerë për të treguar këtë gjë, që të ndërtojmë një lloj nëse e mban mend ka qenë rasti një ide për një dokumentar, film dokumentar për të marrë ata dentistë që e shohin si ty, pjesën e bashkëpunimit, pjesën që ne tashmë i kemi ekspertët dhe të sfidojmë në thonjza mjekët jashtë. Ne i kemi ekspertët tu, edhe t'ja u tregojmë dhe pacientëve që nuk kanë më pse largohen apo të shkojnë në Turqi apo Kroaci apo për ndërhyrje të vështira apo e quajnë. Tani, unë e kam parë vetë që çdo gjë është këtu. Dhe këtu kam mjek aq të zot, aq të kualifikuar sa nuk është më nevoja fare për duhet të sfidojmë, po them ata jashtë. Shumë e vërtet kjo është aty, por më përmende pak stafin. Kur ta shikoj stafi jot këtë, intervistë do doja të më thuash kush punon më shumë, kush bën më shumë humor dhe kush është ai që gjithmonë vonohet.
Ma nis me Armandon, bën pjesë këtu. Po, Armando është ai që punon më shumë. Armando punon shumë, punon zgjuar dhe është një follower i mirë i këshillave, është ndjekës i mirë i këshillave. Unë Armandos të më mirë mos ta dëgjoj si rriten veshët, po unë Armandos nuk kam nevojë t'ia them një gjë dy herë. Një këshill që mund t'ia jap, një kritik që mund t'ia bëj, një sugjerim që mund t'i bëj, Armando e bën realitet. Më pëlqejnë njerëzit, te Armando shoh, kam parë gjithmonë veten time, sepse më pëlqejnë njerëzit që kanë një objektiv dhe o do realizojnë, nuk ka zgjidhje tjetër. Armando është një personazh i tillë që nuk shikon problemet, por është një problem solver. Për mua kjo është një koncept në mentalitet që është shumë i rëndësishëm në zanatin tonë. Ky mentalitet quhet DJ Varkat, nëse e ke dëgjuar. Në këtë formë. Burn the boats, pra që ti s'ke plan B. Ka qenë një kapiten që kanë shkuar në një ishull dhe atje te ishulli ishin më të shumt në numër ata që duhet të luftonin këta. Po, edhe bukur, shumë e bukur. Dhe ai urdhëroi ushtarët të diqnin varkat që mos kishin kthim mbrapa përveç sa përpara dhe të fitonin dhe kanë fituar. Nuk e mbaj mend, ka qenë libër, diçka në histori, por ka ngelur si shprehje që digji varkat dhe edhe unë personalisht i kam ndjekur varkat. S'më the kush vonohet më shumë se dua ta shikojnë ata. Po. Unë i them gjithmonë Gjumasha është doktoresha Dela, që është shumë punëtore, shumë e zonja, do bëhet një mjeke shumë e mirë dhe unë ja them gjithmonë, sepse ka një ambicie që më pëlqen, të frikshme. Por ka një huq të keq që i pëlqen gjumi i mëngjesit. Dhe gjithmonë vjen një 5 minutë, 10 minutë me vonesë, me ato sytë e fryrë kështu, edhe që e ngacmoj gjithmonë. Po pjesën e humorit, atë vibe-in e klinikës të sallës. Apo e vendos vetë atë. Ja, në përgjithësi, shiko, fatmirësisht tek virtusi, por edhe ke klinika tjetër familjen time, jam të gjithë të batutës, të humorit, të tensionimit. Po ajo që të spikat më shumë është doktoresh Nela Mataj. Nela është nga ato personazhe që e ka batutën e gjak, por ka të batutën inteligjente, thersa atë të hidhur. Atë të hidhurën, po shumë të bukur. Nela është aty ku ti nuk ta merr mendje duke diskutuar, po që me një batutë shtensionon gjithë klinikën. Unë ja adhuroj batutat. Kam dëgjuar që dëgjoni dhe muzikë në gjatë kirurgjisë. Po, kjo është, për mua është një domosdoshmëri, për mua është gjëja më normale. Kjo gjë, shiko, unë jam fan si muzikës, shumë. Unë jam fan si artit përgjithësi, po muzika dhe piktura janë ato dy më shumë. Muzika është një domosdoshmëri, është një background ku ty të ndryshon moodin. Që do të thotë, kur ti mund të jesh shumë i stresuar atë ditë, moment që me një impuls muzikor, me një impuls akustik në vesh, ti hyn në një botë tjetër. Po. Unë këtë gjë kam bërë, kam vite që e bëj. E vendos vetë këtë playlistën apo ja le. Si unë tregojmë i kujdesshëm në playlist, t'jeti muzikë, ambienti, flas për klinikën e tjera, kurse kur operoj vetë zgjedh vetëm vetë. Po ndikon dhe te pacienti, besoj që ndihet më. Patjetër që po. Arbi, shiko, unë për shembull, mënyra se si ja flasim ligjin, mënyra se si ja zgjedh muzikën. Kur bëj kirurgji, më pëlqen të vëj muzikë klasike për dy arsye. E para dhe mua më pëlqen dhe muzika klasike më mban në një frekuencë më stabil, konstante dhe duket si e nënvlerësuar, por unë mendoj që jo dhe aq, edhe në momente decisive kur ti ke të papritura emocionale gjatë kirurgjisë, vështira, flas e tjera, ajo dhe ty vetë si mjek të mban më në të njëjtën stad. Por edhe pacientin muzika klasike që tashmë është vërtetuar që edhe fëmijët e vegjël kur e dëgjojnë i qetëson edhe gjitha, po edhe pacientin dhe shikohet që ndihet më i relaksuar. Me përjashtim kur kam një kirurgji pak më soft, që edhe pacientin e shoh pak më trim, që dëgjoj pak rock. Unë jam pak rocker, kështu që por jo hard rock. Nga muzika tek sporti. Një pyetje drejt për drejt. Implant perfekt apo fitore Interit Champions League? Implanti perfekt bëhet. Implanti perfekt bëhet. Shumë implante perfekte bëhen. Shumë terapi perfekte bëhen. Champions i Interit vjen rrallë për i thetë. Champions i Interit fundet e kemi në 2010, kështu që inshallah vi se sa fituam dhe kampionatin.
Por çfarë si është i vështirë? Po një vezë doktor të vogël që pacientët nuk ta dinë. Mund të kesh ose edhe stafi, mund të kesh një vezë tëndin që s'është domosdoshmërisht vezë i keq, mund të jetë një vezë i vogël që e bën gjithmonë. Për shembull, muzika ishte një gjë, bën një para përgatitje në diçka, nuk kam një ritual, se më drejtën. Një pep talk quhen që motivim para pasqyrës. Jo, këtë ndoshta dikur mund t'i bëja dikur në fillimet e mia në një pep talk para pasqyrës. Tani nuk bëj. Po kam një vest, nëse mund ta quaj vest, që kur mbaj noca nuk i mbaj asnjëherë në telefon. Ose kur i mbaj në telefon që jam takime ty dhe po shkruaj noca në telefon, kam për detyrë që të shkoj në shtëpi ose në klinik dhe t'i hedh në letër. Atë e kam vest. Edhe jam njeri i bloqeve, kam shumë bloqe të ndara në kategori. Biznesi kjo, ajo, ide, plane që më pëlqen t'i shkruaj. Sepse jam me memorien vizuale, këtë gjë kam pasur që në universitet, që në moment që e shkruaj, mua më regjistrohet 2 fish më mirë në kokë. Dhe pasaj në kokën time kam si të skeduluar dhe më kujtohen fikse dhe vendet, faqet se ku i kam shkruar, ku është një metodë imja kjo që mund ta quash ves. Kam një mikun tim që tallet me mua, që është djalë teknologjie, dhe tallet me mua që thotë të ngelur relike. Akoma po, them unë e bëj me dëshirë këtë gjë sepse e regjistroj në kokë atë gjë. Domethënë mund të më japësh, po në telefon e shkruaj dhe nuk ngelet aty, e harroj. Kur e rishkruaj në letër, atëherë më fiksohet në kokë. Dhe unë bëjt një njëjtin gjë, domethënë sepse shkrimi duke qenë se ne çdo gjë e shkruajmë në laptop ose në telefon dhe ndonjëherë harrojmë atë shkrimin ton. Dhe unë më përpara kam shkruar shumë. Dhe librin e parë që unë kam shkruar e kam nisur me dorë në blog, jo typing. Po, e kam nisur me dorë, por nuk e vazhdova deri në fund, do të thënë të drejtën ishte shkoj gati 300 faqe dhe nuk mundsha. Por që shpesh kam shkruar shumë dhe e shikoj si tip meditimi të shkruar, pra që ti hyn aty dhe mund të zbrazësh komplet mendjen tënde, edhe në rastin e punës, çdo gjë për shembull. Por ama nëse i shikon nocat e mi, mund të kem rreth mbi 1000 ose 1725 noca. Kjo është e keqe se ti harron ato të parat. Edhe e shikoj që kam kaluar pak. Nuk kam kaq keq aty, unë i grupoj çik të paktën. Ndaj me kategori. Jo, unë i shpej për ditë çfarë më vjen. E përmendëm pak gjumin me sa ka, por kjo është një temë tjetër e ngjashme. Pra, keni bërë një kurs sleep apnea me doktor Gjardina apo jo? Ç'më kujtove, ka shumë vite. Por është temë shumë e bukur. Si lidhet, domethënë, se njerëzit e dinë këtë pjesën e dentistrisë vetëm me dhëmbët, por jo me gjumin. Si lidhet, domethënë, dentistria me cilësinë e gjumit? Jo më larg se para një jave isha me një kolegen time shqiptare që punon është dentiste dhe kirurge maksilofaciale që punon në Milano dhe po diskutonim këtë drejtimin që donte ajo t'i fokusojë sleep apneas. Dhe që kur më thash është kryevepër, është gjëja më e bukur. Pse? Sepse është ajo gjëja që ne nënvlerësojmë më pak. Domethënë e vlerësojmë më pak dhe nënvlerësojmë aq shumë sa nuk ja dimë rëndësinë. Dhe mos harrojmë që mjeku diagnostikues i pari që duhet ta bëjë një sleep apnea është dentisti. Sepse çdo gjë vjen nga domethënë si mund na i shpjegosh që ta kuptoj dhe publiku i thjesht, po them, dhe për ata që nuk janë në fushën e dentistrisë, të kuptojnë si lidhet, domethënë, çfarë ndodh realisht. Shiko, shkurt fare, të mos marrësh do të fryj mirë gjatë natës. Mënyra më e thjeshtë, më banale për ta shpjeguar. Ndikon në shëndetin oral. Dhe pse? Ndikon në çdo gjë. Fillon nga shëndeti oral, domethënë nga keq pozicionimi i mandibulës, keq pozicionimi i bazës së gjuhës, gërhitja për një arsye ose për një tjetër, probleme nga rrugët e frymarrjes, që tani nuk janë më probleme vetëm të ORL-s, po janë probleme që një mjek ortodont duhet i diagnostikojë dhe shpeshherë dhe i korrigjon me anë të aparateve zgjeruese apo të tjera. Bruksizmi patjetër, domethënë. Dhe e gjitha kjo dëmi është një dhe i vetëm. Mosmarrja frymë siç duhet, mos dërgimi i oksigjenit në tru dhe pasojat që për cilat flasim pastaj, ju delegohet kardiologëve, neurologëve e tjera me radhë. Mos oksigjenimi i trurit, rritet infarktet, posibiliteti për infarktet
e miokardit, rritet probabiliteti për infarktet, përgjithësi insultet cerebrale. Shumë tjera që s'po hyj me detaje. Dhe si mund të diagnostikohet kjo? Shumë mirë nga një dentist. Nuk është e thjeshtë. Shumë duhet. Unë, doktoresh Adela që e përmendëm, sapo ka kryer një trajnim në Shtetet e Bashkuara në Ver, ishte në një serial trajnimesh për 3 muaj dhe një ndër trajnimet që ajo bëri ishte për këtë. Unë kam qenë një ditë duke isha ulur kështu dhe ajo që më shpjegonte këtë gjë, isha studenti i asaj. Dhe ajo po më tregonte këtë. Është shumë interesante, mendoj që është një nga ato momentet që është tema më e paprekur nga ana e dentistëve, sepse këtu ka, me sa di unë, mjek që merren me sleep apnean dhe me terapitë e sleep apneas, por pacienti të shkojë tek ai për diagnostikim do të thotë që duhet të jetë rënduar shumë që të vuaj. Kur fare mirë, ne mund të bëjmë atë rolin e intermedierit që ta evidentojmë problemin, të jemi aq zot në diagnozë dhe thjesht ta çojmë atje, ta delegojmë, ose që në shumë raste terapi zgjidhen edhe thjesht nga ne, me ato bajtet e tjera, në rastet kur nuk janë të agravoura. Dhe me qëra fjala tek diagnostifikimi, kam dëgjuar që jeni shumë i zoti në këtë pjesë, por pyetja ime është si hyn inteligjenca artificiale këtu, si futet AI-ja në planifikimin, po them, të komplet planit të trajtimit, sidomos në pjesën implantare, po them. Ndihmon si e shikon ti domethënë këtë pjesë? E keni implementuar besoj në klinikën tuaj? Patjetër, shiko, Arber, që në fillimet e mia një impakt tjetër nga Imat, se ai është profesori im I jetës. Mjeku I Zotit është diagnostikues I Zot. Më fal që mos ta bëj këtë pyetje dy herë. Heroi juaj, po them, role model është babai juaj? I bie ti detyrimisht është Imat. Role model jo vetëm profesionalisht, por edhe në jetë. Dhe ai ma thoshte gjithmonë këtë, shikoj se dentisti nuk është thjesht fut duar, bëj mbushjet, bëj çka ke për të bë, fut bisturin, qep, bëj atë. Është diagnostikues I Zot. Domethënë, çdo gjë ne nuk duhet të kurojmë simptoma. Ne duhet të kurojmë shkaqet që shkaktuan këto simptoma. Ky është një thelb që unë dua me dojmos dhe mjekëve të mi që t'ja implementoj, sepse unë vetë ma kanë implementuar, vetë ja kam vetë implementuar vetes dhe dua që edhe këtë gjë të bëj. Dentisti nuk duhet të jetë thjesht ai që okay, ke këtë, hajde provojmë. Po s'doli, jo, nuk funksionon aq thjesht. Kirurgjia nis para se të bëhet po them kirurgjia vet, nis para sallës. Shumë herë para sallës. Domethënë aty është I fundit, është thjesht kirurgjia në sallë është hallka e fundit. Duhet të jetë detyrimisht hallka e fundit. Duhet ka shumë të tjera, sepse ne nuk, edhe në kirurgji, nuk operojmë një gojë. Operojmë një organizëm, një individ, një human. Ai humani nuk ka vetëm gojën që I funksionon në jetë, ka një sistem të tërë që ti duhet mendosh në detaje, sepse zemra, gjaku, niveli vitaminës D, magneziumi në trup, vitamina K, domethënë detajet vogla që po ti mendosh dhe po ti diagnostifikosh këto probleme, rrit mundësinë e kirurgjisë në ekstrem. Intuita jote të ndihmon në këtë aspekt apo është e gjitha shkencë, po them? Intuita vetë është shkencë. Intuitën unë e mendoj kështu, vendime të pandërgjeshme, të stërvitura me kalimin e vites në mënyrë të ndërgjeshme. Që do të thotë, në qoftë se unë arri edhe po diagnostikoj në një intuit, do të thotë që në subkonsciencën time e regjistruar raste të tilla të ngjashme, që për momentin ndoshta unë të dua t'i rikujtoj gjithë në detaje, nuk I rikujtoj dot, por në subkonsciencën time është ndërtuar një patern. Dhe ai paterni bën të mundur këtë intuitën. Kështu e mendoj unë fjalën intuit, paktën, jo diçka që thjesht your guts, siç thotë. Si thuhet në gjuhën angleze, por ato your guts të vjen nga subkonscienca. Nga çfarë ti ke ndërtuar me kalimin e viteve. Mund të stërvitet intuita, pra mund të programohet, edukohet, menaxhohet si mund. Patjetër, sidomos mjekësi, nuk ka një mjek. Mendon se për shembull është e menjëhershme si momentum, pra që është e menjëhershme. Ngrihet si dallg, po them. Të vjen ajo dallga. Merrat formën e saj dhe po flasim për tjetër gjë, po vjen ajo dallga, po pikërisht ajo dallga, unë këtë them që me kalimin, me shumë vite dhe shumë eksperiencë dhe shumë raste, ti e ke ndërtuar
diku thellë brenda vetes që ti nuk e di, që ty t'jep atë spunton që pa pritur të erdhi ajo dallgë dhe ti je i sigurt për atë lloj diagnoze që jep. Gjet atë problemin që ai është ankuar, ka shkuar mjek më mjek dhe nuk është zbuluar. Pse? Sepse ti pe diçka ndryshe, po nuk e pe sot. E ke parë, e ke stërvitur veten ta shohësh atë dhe ty të vjen ajo dallga e bukur që thua ti. Dhe është krenaria, ai momenti është krenari kur ti zbulon një diçka. Po e vërtet. Zbulim. Në çdo fushë, jo vetëm në dentistri, kjo vlen goxha. Doja të pyesja për sa i përket medias, një media të dedikuar, siç është dhe dentistët shqiptar media, si e shikoni rolin ton në industri? Pra do t'i bëj fuqa. Ka qenë tani do t'i bëj komplimente, tani do t'i bëj qokën artist. Kjo është huk. Tamam huk. Atëherë mendon se ishte vërtet momenti që të kishim një media të dedikuar për po them trajnimet, për dokumentime, për editoriale, për gjithçka çfarë ndodh në fushë. Shiko, unë t'i lëm kamerat. Unë ta kam thënë jemi vonë. Po, ma ke thënë. Jemi shumë vonë. Po më mirë vonë se kur. Si dhe ti, koha e mirë e pemës ishte para 100 vjetësh, e dyta më e mirë sot. Kështu që ne me vërtet jemi vonë, por për hir të mënyrës se si erdhën gjërat mas 90-s e tutje, është koha durë dhe takserati jot që dikush duhet ta bëj këtë gjë vëlla. Për mua është kënaqësi më së shumti të punoj me dentistët, por jeni edhe pak të vështirë. Jemi shumë vështirë. Ne jemi jashtëzakonisht shumë vështirë. Pak kokë fort. Kapriçoz shumë. Jemi dhe për të folur realisht, sinqerisht, shumica e doktorëve janë të mbyllur, po them, në klinikën e tyre në atë habitatin e midis poltronit, si të thuash midis poltronit dhe pjesës të pushimit dhe rrallë shikojnë me vizion edhe tek pjesa e marketingut. Pra, shumica, sepse marketingu nuk është vetëm të postojmë para pas, ose të postojmë, si të thuash, disa këshilla online, unë e shkoj që marketingu është shumë herë më i madh, do me thënë duhet parë dhe pjesa njerëzore e mjekut. Në rastin tim, kur unë kam zgjedhur mjekun tim, e kam parë dhe nga ana njerëzore, e kam parë çfarë vibe i jep ai, çfarë si ndihem unë tek ai. Dhe kjo ishte një shtysë e madhe përpos eksperiencës dhe shumë gjëra të tjera që më ndihmuan. Që sa bukur e the vibe-in me mjekun. Një gjë që unë e them dhe përsëris dhe ndoshta jam bëri bezdishëm, që ja them njerëzve, shikoj se ne jemi të vetmit mjek që do rrish me ne gjithë jetën. Praktikisht do martohesh me ne. Sepse kardiologun ti do shohësh kur ke hall. Nefrologun kur ke hall. Kupton? Psikiatrin kur ke hall, por dentistin nuk ke nga shkon pa e taku gjatë gjithë jetës në mënyrë të vazhdueshme. Kështu që detyrimisht të duhet ai feelingu që ndoshta mund të mos jetë teknikisht mjeku më i mirë, por është ai mjeku që ty të pëlqen dhe ty të bën të ndihesh mirë. Më kupton? Shpeshherë ne ju thonim dhe pacientëve tanë që shiko, flas vinin të deleguar në kohën kur punoja me timat, bënim në kirurgji dhe hiqnin ndonjë dhëmball pjekurie dhe okay të vazhdoj te ty si e kirurgji mirë dhe mbaj mend timat dhe në fillim e shikoja çuditshëm dhe që ju thoshte jo, vazhdo ke doktoresha ku je, kupton? Ktheu atje sepse ti je ke ajo, ti po punon, ai e kënaqur me atë, ajo ty përderisa të ka sjell tek unë për më mirë, vlerësoja edhe këtë fakt. E kupton? Se përndryshe do kishe tentuar ta bënte vet, do kishte gabuar, do kishte përfunduar ke francezi apo etj etj. Kështu që vlerësoja edhe këtë fakt. Kupton? Dhe nuk ka të thot shumë ai feelingu që ti e the shumë mirë. Do me thënë kjo stresi, frika, ankthi tek dentisti është shumë real. Do me thënë shumica e vuajnë një trajtim para se të shkojnë, më shumë se sa atje kur shkojnë dhe çfarë ndodh, sepse edhe pjesa e implantit unë e kam parë që konceptohet si një kirurgji shumë e rëndë, po them si një diçka që mund t'i lërë të mbyllur, po them në shtëpi siç rrinim më përpara nga një javë, nga 2 javë kur ndodhet një kirurgji dhe tani që e shikojnë që kur ti mund të vendosësh 6 implante, po them brenda ditës dhe ti të vazhdosh ditën disi. S'ka se inti as diçka. Shiko, fakt shqiptarët e kishin idenë e implantit, po. Jo. Deri para shumë pak vitesh, mos them 2-3 vite, shqiptarët e kishin idenë e implantit, unë të vë implant. Ku? Po, ka qenë pas. Asnjëherë, domethënë ishin të gatshëm
më mirë të rinin pa dhënë, vendosnin proteza, nuk po flas për arsyet ekonomike, se sa vendosnin implante. Po ka qenë dhe termi mbjellje. Mbjellje. Dhe duke sikur me vërtet ka qenë doktor Renato Isufi dhe tregovi diçka që një paciente i ka thënë që prisja të më mbinte, domethënë thambi, ai kishte thënë që nuk më ka mbir akoma. Jam sigur që Renatos do i ndodhte. Dhe ka qenë vërtet fani, është diçka që mbase njerëzit e konceptonin kështu si diçka. Është dhe kjo tjetër, vit në kock, të vonë vit në kock, o bobo. Unë këtu mendoj që turizmi i ka bërë mirë, pak edhe shqiptarëve. Sepse kur po shikojnë që gjithë ata huaj po vinë, po bëjnë pikërisht to trajtime, dhe pastaj bën edhe një retrospektivë të kocës po i bëjnë ta. E kemi këtë që nëse bëjnë të jashtëmit, po është okay. Jemi shumë mosbesues ndaj shkencës, ndaj mjekëve tan, kur themi që bëj diçka, por kur shikojmë komshiun që e bën, atëherë thotë do ta bëj dhe unë. Ai bari i komshiut është gjithmonë më green. Gjithmonë. Doktor, nëse do i shkruaj një mesazh sot, vetëm një fjali për çdo disa fjalë motivuese, po them shkurtimisht për dentistët e rinj. Sepse në këtë podcast kam marrë që ka dhe shumë student që e ndjekin. Dhe jam i sigurt që e shikojnë me atë frikën nga e panjohura, nga e ardhmja, nga çfarë i pret, ju shikojnë ju dentistët si një shembull, po them. Domethënë ti dhe disa dentistë të tjerë, jam i sigurt që ju shikojnë si shembull. Çfarë do ju thoje në këtë moment dhe me çfarë do i lije një mesazh që të motivoheshin akoma më shumë, sepse unë e shikoj pak të vështirë ndjekjen e kësaj fushë, por e shikoj që nëse ja del ti Arbër nuk ka asgjë të thjeshtë. Dhe sa më e bukur të jetë diçka që më e vështirë është, por asgjë nuk është e pamundur. Unë i di vështirësitë e brezit të ri, i di problemet që kanë ata në anën praktike shumë, nuk është faj tyre, ju a them gjithmonë, unë kam ndjekës që janë student që kam te klinika, që vinë, bëjnë stazhin, shikojnë, edukohen dhe ja kuptoj shumë mirë, i ndaj me ata dhe i pyes, interesohen për botën e tyre dhe i di vështirësitë e tyre. Por këtë duhet ta marrin ajo pesha mbi kokë që do i gjysi. Këtë duhet ta marrin si sforco. Okej. Si është e shpreha, jeta t'jep një limon, bë një aranxhat. Domethënë, jeta nuk po ju a jep gjitha ndoshta në nivelin praktik. Atëherë gjeni nivelin praktik. Shikoni gjën më të mirë. Para se të hapnin turizmet dentare, klinikat e kishin shumë vështirë edhe për faj të burokracive të shtetit që nuk lejoheshin të merrje studentë e tjera, e kishin shumë vështirë të shkonin dhe të shikonin, të mësonin zanatin. Tani me hapjen e turizmeve shumë herë më e lehtë. Kjo është një diçka pozitive. Bëni kërkesa, shkruani klinikave, ikni ndiqini që në vit parë, që në vit dytë. Ndiqini, shkoni aty, punoni pa lek, mësoni sepse mësimi fitoria në atë moment është ti të mësosh profesionin. Asnjë gjë nuk vjen gratis. Mos diskutoni ndonjëherë pagesën, se ç'ju japin është një bonus, është një vlerësim. Por nuk duhet ta tregosh veten pa të meritosh edhe ato para. Sidomos kur je student. Duhet ta tregosh veten dhe mos harro që ti nuk po shkon për një pagesë, edhe pse pagesa me shumë mundësi të duhet, por ti po shkon për të rritur profesionalisht. Domethënë, bëjni shift pak asaj qëllimi që doni në jetë. Doni pulën sot, vezën sot apo pulën nesër. Duhet mendoni për pulën nesër shumë, sepse do jetë pulë shumë e madhe, më besoni. Është një industri e gjitha vetëm për ju. Ju jeni ardhmja, është një industri që një dentist jeton dhe jeton mirë. Po punoj mirë, jeton dhe jeton shumë mirë. Kështu që e keni para. Mos mësoni të shikoni vështirësitë, pengesat, ka shumë tregu, s'ka shumë tregu. Ka shumë tregu dhe ka punë për gjithë ju. Keni pengesa këte praktikat, nuk jeni të fundit botës që keni pengesa këte praktikat, krijojeni ju praktikën. Ka klinika plot që janë të gatshëm t'ju hapin dyert, por duhet dini se si të shkoni dhe tek ata. Duhet dini dhe duhet i tregoni dhe këtyre klinikave që jemi të zot dhe nesër pas nesër të punësoni në aty klinikë. Siç ka ndodhur dhe tek imja që asistentët që kanë ardhur, student, sot e kësaj dite janë mjek aty. Sepse natyrisht unë preferoj më mirë të mbaj dikë që rritet tek unë
që e di punën dhe di filozofinë dhe protokollet e mia, se sa një të gatshëm nga jashtë. Një pak si shkolla e Ajaksit, që rrisin talente. Disa nga i stafi ka ardhur nga njoftimet tona të punës, apo jo? Po. Ju kanë Një ndihmuar. diçka, shiko, Arbi, unë ta kam thënë, nuk është vetëm kjo, ajo është gjëja më e pakta që mund të bëj dentistët shqiptarë. Domethënë është një gjëja më e vogël. Po. Një network ku gjithë jemi të grumbulluar aty. Ne, laboratoret, çdo gjë, por ajo është impakti juaj, nuk është vetëm kaq. Kjo që po bën ti tani është një, domethënë ka një impakt për mua të jashtëzakonshëm, sepse dhe ai dentisti, ai studenti që ti the, kur shikon këtë Renaton që ka qenë doktor Renato, kur shikon këtë Arnoldin që ka qenë, apo atë mjekun tjetër, dhe do kuptoj që okay, më dhe doktor po marr përballë doktor Renaton, shumë i arrir, shumë i suksesshëm. Po shikon dhe në atë anën njerëzore që ky është njeri dhe ky është njeri shumë i mirë dhe shumë i çiltër. Dhe nuk është ai personi që ti nuk duhet t'i afrohesh dhe nuk duhet t'i flasësh se ky ka hije të rënd. Që okay, Renato ka pak çerën e rënd. Por por është të kthehemi tek studentët, që është shumë humble dhe shumë pozitiv, dhe kthehemi tek studentët, mesazh që mund t'u jap. Takojeni, e shikoni në një konferencë, takojeni, jepini dorën, flitini, prezantohuni, dërgojini një email për të bërë një bashkëpunim. Mua, Renatos, ati tjetrit, të gjithë neve. Kjo është ajo interesant mesazhi që marrim nga një podcast si ky. Nga mos më saktë nga e gjithë media. Kështu që kjo që bën ju është multidisiplinare. Fix. Faleminderit, e vlerësoj çdo fjalë dhe para se të bëj një pyetje të fundit, po bëj një tip quiz me përgjigje shumë të shkurtra. Për ta njohur pak më shumë doktor Arnoldin në atë anën tënde njerëzore. Makina elektrike apo old school? Okej, unë jam fan si doktor. Old school. Old school. Old school. Domethënë Shelby Cobra. Nuk do të sqaroj gjë. Jo, nuk të do i thuash old school. Old school. Ke makinë old school apo me që pyeta apo jo elektrike. E kuptoj. Nuk po s'flas më. Jo elektrike. Do doni kirurgji të planifikuar apo një sfidë të papritur, sepse këto sfidat ndonjëherë sikur të zhvillojnë akoma më shumë? Sfidë të papritur gjithmonë brenda një kirurgjie të planifikuar, që të dalin shpesh. Beso. Roma apo Tirana? Tirana. E dua Romën, e dashuroj, qyteti që kam shumë lidhje nostalgjike, po Tirana. Preferon më shumë pushime aktive apo relax total? Aktive. Kam qenë gjithmonë në natyrë aktive. Unë dëshiroj kur shkoj me pushime, më pëlqen të bredh nga një qytetin tjetër, mundsi shoh 2-3 plazhe në ditë. Më pëlqen shoh muze, andaj jam gjithmonë në lëvizje. Edhe pse në fund fare përfundoj më i lodhur se sa i çlodhur, po përfundoj i çlodhur në mendje. Kjo është shumë e rëndësishme. Kam provuar dhe vetë, po e vërtet. Do doja që të telefononin direkt apo mesazh në WhatsApp apo tekst. Si preferon më shumë në këtë kohë dhe sot më shumë vetë nuk e preferojnë telefonatën më. Të paktën mbas orës 8 darkës, nëse kam dhe pacient dhe ditë diele të shtunën dark, ju lutem një mesazh. Mos ta egzagjerojmë. Kemi edhe ne familje, edhe sikur të jemi, thjesht ai qetësia që mos t'i bjerë telefoni për punë. Por gjatë ditës, patjetër për urgjenca kështu telefonata, ashtu unë jam okay me të dyja. Thjesht jo abuzimin në orare. Pacient i qetë apo pacient me shumë pyetje, normalisht që unë i kam qef pacientët që më bëjmë pyetje. Kam i debules për ta dhe merrem geshëm. Zgjedhin pacient të qetë, por unë i kam qef pacientët që më pyesin. Më shumë disiplinë apo më shumë talent? Disiplinë. Padyshim. Në fushën tuaj besoj vlen më shumë disiplinë. Talenti pa disiplinë vdes shpejt. Disiplina ndërton talent. E ndërton. Teknologji digjitale apo dorë klinike klasike? Mendova se do më thoje dora. Pak a shumë atë do thoja. Këtu nuk përgjigjem dot Arbër me një. E kam thënë diku me një intervistë që si puna e pasurit Ferrari dhe mos di të angasësh. Kështu është teknologjia në zanatin tonë. Qofse ti nuk di ta përdorësh atë teknologjinë, çdo. Qofse ti nuk di të diagnostikosh. Dhe nuk është vetëm teknologjia që të bën diagnostikus. Nuk është vetëm AI.
që tha më përpara, që unë jam shumë fan si saj dhe do na ndihmoj jashtëzakonisht shumë, nuk do na lej pa punë, mund përkundrazi do na bëj që të jemi akoma më të zot në punë. Por nuk është vetëm ajo. Nuk është vetëm teknologjia, nuk të bën teknologjia mjek të zot. Të bën aftësia. E qartë, dhe e vërtet. Belgjika apo Italia? Për stil jete, Qofse do jetoje, ku do jetoje? në Itali. Qofse nuk do ishte Italia. në Shqipëri. Për të jetuar për stilin e jetës Italia, padyshim. Okej, një mentor i fort apo eksperiencë personale? Do më thënë, një mentor i fort që të shpjegon disa gjëra që ty do të duheshin 5 vjet për t'i arritur nga eksperjenca jote personale. Për këtë do të pyesësh doktor Armandon. Çfarë do thoshte doktor Armando? Pse? Shiko, unë do të thoja mentori është një shprehje thot njeriu i zgjuar mëson nga gabimet e veta, njeriu i mençur mëson nga gabimet e tjetrit. Në këtë rast, eksperienca të bën atë të zgjuarin dhe ti mëson nga ajo jotja. Por të duhet kohë, duhet bësh disa gabime. Një mentorim i mirë ty të bën që të kuptosh dhe nga gabimet e tjetrit. Dhe detyrimisht vjen më i përgatitur akoma. Unë jam për mentorin e mirë. E vlerësoj shumë konceptin e mentorimit, e vlerësoj jashtëzakonisht dhe unë kam pasur fatin që të vi nga një mentorim i mirë. Por jo vetëm nga i mat në fushën time. Kam zgjedhur të kem mentor për fusha ndryshme të jetës time. Nëse do zgjidhje njërin, të njihesh si kirurg shumë i aftë apo si njëri që la një standardin e tij në profesion? Shiko, çfarë është kirurgu i aftë? Po, çfarë bën një kirurg të aftë? Një kirurg i aftë për mua të paktën është një kirurg që do lë një emër që ky ka bërë mirë. Nuk është që unë do bëj një kirurgji të bukur sot, po, kirurgi që do më mburrin po, që kolegët e mi tanishme, po. Dhe bëri Arnoldi atë kirurgjin aq të bukur dhe mbas asaj kirurgjisë bukur as i hap telefonin pacientit. A quhet kirurg i aftë kjo? Për mua jo. Unë jam më shumë të lënit emrin e mirë. Siç e thash edhe më përpara. Është të ndërtuarit një marrëdhënie edhe me atë pacientin. Është të ndërtuar të lënit një legacy në të ardhmen për fëmijën tënd. Është për të vlerësuar emrin e paraardhësve të tu. Po kjo nuk bëhet vetëm me një kirurgji, as me 10 kirurgji të mira. Kjo bëhet për të ndërtuar një imazh që kanë të tjerët për ty, nisur nga ajo që ti ju ofron të tjerëve. Që më erdhe fiks dhe tek një pyetje fundit që do doja ta bëja. Si do doje ose si do kujtohet Arnold Mboqe nga fëmijët e tij? Si do doje që kur të përmendin fëmijët, çfarë do doje që ata të thoshin për ty? E bukur. Do doja të thoshin në radhë parë që ishte një baba i mirë dhe ishte një njeri i mirë që ndihmoi të tjerët në një mënyrë ose tjetër. Dhe të tjerët nuk flas vetëm për lëmosha, një të pastrej apo një të pafati, po flas të ndihmuarit koleg, të ndihmuarit pacient, dhe jo vetëm fushën tonë, se të ndihmuarit njerëzit në përgjithësi. Këtë do doja. Shumë përgjigje bukur dhe edhe imja është afër përgjigjes tënde. Doktor, të falenderoj. Ishte kënaqësi që të kishim në poltron, do doja që doktorët si ty të shtoheshin akoma më shumë në Shqipëri, sepse na duhen vërtet jo vetëm për pacientët, por na duhen dhe doktorë si ty që t'i tregojnë botës që ne i kemi. Je i specializuar në shumë fusha, edhe qoftë si kirurg apo dhe teknikat e tjera që përmendëm, dhe unë ty personalisht shikoj si një paketë e plot. Pra të shikoj të formuar si në shumë aspekte, qoftë nga ana ose të paktën ato që unë vlerësoj, nga ana profesionale, nga ana familjare, si njeri, si karakter, si në çdo aspekt unë të shikoj shumë të formuar dhe e vlerësoj shumë figurën tënde. Kështu që të falenderoj dhe shpresoj që të arrish gjithçka që
ti ke në vizionin tënd dhe në qëllimet e tua. Unë të falenderoj ty personalisht dhe të falenderoj një herë për këtë që po bën për mjekët, për dentistët, për gjithë ne. Dhe së dyti të falenderoj sigurisht për ftesën dhe të falenderoj shumë dhe për fjalët bukura dhe do të dëshiroja që duke të falenderuar për ato opinion dhe ato vlerësim që ti ke për mua, do të doja që të shërbente pse jo si motivim që gjithkush mund të bëhet gjithçka. E ke ti në dorë, mjafton ti të zgjedhësh. Mjafton ti të zgjedhësh çfarë njeriu do të bësh në jetë, çfarë mjeku do të bësh në jetë. Edhe e ke ti në dorë çdo gjë. Nuk e ka në dorë askush. E ardhmja është e jotja. Kjo ishte fiks për mbyllje. Faleminderit. Faleminderit ju. Faleminderit doktor.